Në Shqipëri janë konsumuar ëmbëlsira me copa metali, BE largojini nga tregu, AKU janë shitur të gjitha. Sistemi RAS i Bashkimit Evropian, i cili mundëson shkëmbim të menjëhershëm informacioni, ka njoftuar autoritetet shqiptare se në vendin tonë janë futur ëmbëlsira me copa metali. Në njoftimin e kategorisë alert është bërë me dije se duhet të largohet menjëherë nga tregu produkti Fruit Tofe. Mix 500 gram me origjinë nga Maroku dhe datë skadence 26/4/2026. Pasi te këto ëmbëlsira janë konsumuar, janë konstatuar copa metali të cilat përbëjnë rrezik serioz për shëndetin e njeriut. Prania e copave të metalit është konstatuar nga kompania prodhuese gjatë një vetë kontrolli. Kjo e fundit më pas ka kërkuar tërheqjen nga tregu të këtij produkti. Media ju drejtua AKU-s me një kërkesë për informacion në lidhje me këtë rast. Ky institucion na bën me dije se subjekti importues i ëmbëlsirave Work Wine SHPK, pas kontrolleve të kryera nga inspektorët e AKU-s në terren, me qëllim bllokimin e produktit, rezultoi se subjektet e kishin shitur dhe nuk ishte më në gjendje. Ajo që të bën përshtypje në këtë rast është se AKU jep emrin e ëmbëlsirave të cilat janë paketim 500 gram, por nuk publikon asnjë foto të produktit që paraqet rrezik nëse konsumohet. Në mungesë të publikimit të fotove, i kemi kërkuar këtij institucioni informacion se përse nuk i njofton qytetarët për këto problematika me anë të rrjeteve sociale që disponon. AKU, që i përdor rrjetet sociale vetëm për të treguar sukseset imagjinare dhe reale, e tejkalon përgjegjësinë duke u shprehur se njoftimin e ka bërë në faqen zyrtare AKU. Mos publikimi këtyre njoftimeve kaq të rëndësishme për konsumatorët në rrjetet sociale të AKU ngre pikpyetje mbi transparencën e këtij institucioni i cili paguhet nga taksat tona për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve.